Drejtoria për inspektime në komunën e Gjakovës në vazhdën e veprimeve për lirim të hapësirave publike, sot ka ndaluar në qarkishinë e vjetër të Gjakovës. Nga disa bizneset që operonin në atë zonë, një pjesë e trotuarit ishte e bllokuar me gjësende të ndryshme. Sot ato u larguan nga trotuari, i u rikthyen plotësisht këmbësorëve. Drejtori i Drejtorisë për Inspektime, Ervin Shabani, tha se hapësirat të tilla nuk mund të shfrytëzohen as në Këmbim të Qiras. Në Këmbim të Qiras mund të shfrytëzohen hapësirat që nuk pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ato hapësira ku pengohet lëvizja e lirë e qytetarëve, le t'i lirojnë, nuk munden me marrë me qero. Munden me marrë me qero vetëm hapësirat që nuk pengojnë lëvizjen e lirë. Mos bëjnë kërkesa këtë se nuk i marrin me qero ato hapësira. Le t'i lirojnë vetë, mos na binë në një gjendje ku duhet na me shku mi avhe, kemi bërë krejt shpenzimet tani edhe trenimit dhe gjitha gjanave tjera. Shabani tha se lirimi i hapësirave publike është në favor të gjithë palëve. Le t'i lirojnë vetë, edhe ka me qenë ma mirë edhe për ta, edhe për qytetarët, edhe për neve ka me qenë ma e lehtë. Për ndryshe, le ta dinë këto që nuk ka mu falë kërkush. Kanë mu liru të gjitha hapësirat publike. Nuk bën mu falë. Nuk mundën me shfrytëzu pronën e shtetit, edhe pse e ka para biznesit, edhe pse e ka para dere. Trotuari është për këmbësor, nuk është për me shfrytëzu për afarizëm ose për çfarë do forme tjetër. Shabani për fund apeloi përsëri që të lirohen vullnetarisht hapësirat publike, pasi një gjë e tillë patjetër që do të ndodhë, por se në rast se lirimi ndodh pas aksionit të drejtorisë, atëherë shpenzimet barten tek uzurpuesit.